Në emër të popullit të marrë këtë gjykim të akuzuarit, Shkala, Kryziu dhe Artan Kryziu, shpallën fajtor për veprën penale të vrasjes të kryer në bashkëkrye në ninin 146 fillim me ninin 23 të Kodit Penal të Kosovës. I akuzuari Fadil Shala dënohet me dënim me burgim në kozgjatër për 14 vitesh, në të cilin dënim do të llogaritet koha kaluar në paraburgim prej datës 2/8/2012. I akuzuari Enver Kryziu dënohet me dënim me burgim në kozgjatër për 12 vitesh, në të cilin dënim do të llogaritet edhe koha kaluar në paraburgim prej datës 11/9/2014. I akuzuari Artan Kryziu shpallet fajtor dhe shqiptohet dënimi me burgim në kozgjatër për 12 vitesh, në të cilin dënim do të llogaritet edhe koha kaluar në paraburgim prej datës 11/9/2014. Të dëmtuarit Benedikt Kryziu dhe Zilfi Kryziu për realizimin e kërkesës pasuriodike ozore në kontekst të rregull civil. Obligohen të akuzuarit që në mënyrë solidare secili prej tyre të paguajë nga 1.000 euro në emër të paushallit për procedurën penale. Mbi paraburgimin të akuzuarve i vazhdohet paraburgimi deri në plotësishmërinë e këtij gjykimi. Nga fakti se provat materiale krejt tjetër gjë flasin. Me të vërtet, jam befasu se kom prit për këtij trupi gjykues që do të jetë nivel detyrës, nivel të ligjit e nivel drejtësisë, e jo një nivel të interferimeve të jashtme. Kjo mu më befason se është e vërtet që gjitha provat materiale të mjekëve ligjor flasin që i akuzuari, i mbrojturi edhe i kolegës Kelmendi, as që e kanë prek me gisht vogël.